Përshëndetje miq, jemi me Madam Podcast, jam këtu në studio me një me një vajzë e cila udhëton botën, me një vajzë e cila është mas shumë vjetëve përsëri në Kosovë, ajo ka emrin Rovena Doni. Mirë se erdhe Rovena. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën. Si po ndihesh? Po ndihem më së miri, e qetë, e lumtur që jam rikthyer pas shumë vitesh vërtet mungesë. Më tha që nuk e qenë shumë gjatë në Kosovë. Vizita ime në fundit në Kosovë ka qenë në 2019, kur ka qenë ditëlindja ime që u festua këtu dhe realisht kam bërë shumë vite mungesë, është një lapsus le të themi nga ana ime dhe kërkoj ndjesë shumë publikut kosovar për këtë mungesë kaq të gjatë që premtoj që s'do ndodh më. Rovena, ti je zgjedh mis apo në cilin vit? Unë kam dalë nga Petri Bozë, nga gjizori minor i miseve në 2009, më pas kemi përveçuar Shqipërinë në 2011 në Gjermani në Queen of the World. Kështu eventi im, le të themi, është përfaqësimi i Shqipërisë në Gjermani në Queen of the World 2011 në Frankfurt të Gjermanisë. Mirë, sa vjeç ke qenë atëherë, si e ni me fitu kurorë një vajzë shqiptare, si a je gjuku, si ka qenë situata atëherë, se tashmo ka ndryshu shumë. Kanë kaluar shumë vite, le të themi, absolutisht po. 2011 ishte një tranzicion tjetër në aspektin e arteve dhe të fushës së miseve. Absolutisht vlerësimi në Gjermani i vajzave që merrnin pjesë ishte madhor, ishte komplet ndryshe nga, jo se është paragjykimi në Ballkanin e Shqipëri, por pak pjesa e Europës bën diferencën. Kështu që paragjykimi mund të ndodhi kur i kthehesh në vendin tënd sesa kur je atje. Atje vlerësimi është maksimal. Dhe unë kam qenë shumë e lumtur për të hap që kam bërë në Gjermani. Por që ruajmë nostalgji pranë vetes time si një kuptim shumë i bukur i imi dhe tani më kaq. Që mua më ka dhënë si titull më ka dhënë shumë fryte pozitive. Cilat kanë qenë ata përparësi që i ke marrë mos i zgjedh mis? Aktivizimi në televizion, shumë projekte, shumë ftesa nga ana aktorale, nga ana aktrimit, nga ana modelingut. Tani më domethënë vijojnë dhe kontratat vijuese nga i titulli ex-miss, unë akoma përfitoj, le të themi, reklama pozitive dhe ftesa për aktrim ose për pjesëmarrje në emisione të ndryshme televizive, si blogere ose si imazh, në tërësinë e artit në përgjithësi. Mirë, tregom, kush e ka fitu kurorën mas teje? Në Gjermani e fitoi një vajzë nga Rusia. Jo, në Shqipëri. Pas eventit tim. Ku ja ke dorëzu kurorën? Patjetër. Vajza e tretë që u përzgjedh është Anita Çapi, një avokate shumë e zonja, kështu që kemi qenë 3 vajza, domethënë nga një konkurs Queen of the World, ishte Anita që e përfaqësoi Shqipërinë në Gjermani në pasmeje. Pasmeje. Po. Mirë, sa është frydhënëse kjo rruga të qenurit mis? Unë mendoj që është pozitive, do të thënë miset bëjnë diferencën, por në momentin që ti je përgatitur nga ana, le të themi, shpirtërore, nga ana intelektuale, një mis të zbukon akoma më shumë titullin. Por që duhet të thënë, çdo gjë arrihet me punë, me sakrificë, duke e përfaqësuar titullin sa më dinjësisht. Mendoj, kështu që i ka anë pozitive sa të duash. Lidhur me aspektin e artit. Pastaj pjesë të tjera personale janë është në bazë të shijeve që ka imazhe yt që ofron te publiku, edhe si vlerësohesh ti në vendin tënd ose në vend përreth vijuese. Tregom, cila prej miseve në Kosovë dhe në Shqipëri për ty mendon që e ka nxjerrë maksimumin prej titullit vet? Në Kosovë dhe në Shqipëri maksimumin. Nuk mund të veçoja drejt për drejt me emër, ndoshta kërkoj ndjes, po unë kam vite që nuk është se jam shumë le të themi adoptuese dhe koherente me ndjekjen e hapasapit, se dalin janë shtuar shumë evente bukurie dhe mise ka shumë tani më. Por që di që vajza shumë të zonja dhe që kanë ecur përpara vet, tani më janë në këtë fushë dhe kanë le të themi kanë bërë shumë hapa pozitive ndaj këtij titulli dhe përfaqësojnë më së dinjësisht. Nuk kam një emër konkret, por shikoj që vlerësohen gjithnjë më shumë dhe për këtë më vjen mirë, më jep një kënaqësi vetjake me veten. Jo, ka emra të cilat e kena pas Palbuna Selim Llari, ka qenë e para. Patjetër. Mëse kena pas Monika Zguro që kur kërkush për Toskani. Po. Mëse ka Hygerta Sako që ka vazhdu. Patjetër, Hygerta është nuk jo të gjitha vajzat e kanë përdor titullin, po mendoj e kanë përkthy edhe kriju karrierë prej saj. Kemi këtu Afrodita Paçaradin, e cila sot dihet edhe është aktive në televizion, është Djellza Kolgeci, është Adelina Ismaili, janë plot, cila prej ty të doket si model më i mirë?
Realisht, emra që përmende absolutisht reunionet më të madhe janë vajza shumë të bukur, janë mise që e kam përfaqësuar titullin më së dinjësisht. Hyggertën do ta veçoja, e kam me Patriote, kështu që Hyggerta realisht e ka përfaqësuar në aspektin profesional, dinjësisht titullin mis, edhe për mua, për mendimin tim, në Kosovë është Djellza. Mos gaboj është misi i parë. Jo, për ditë është misi i parë. Po, dhe Djellza, pas përgjithësim që përmendët, besoj se dinjësisht e kam përfaqësuar edhe Kosovën. Djellza vjen ende një imazh shumë i bukur. Mirë, cila prej miseve nuk do të kishe pas qef kur me përfundu si ajo? Më besoj që nuk kam një emër konkret, sepse nostalgjia ime për këtë emër më bën gjithmonë që kemi dashuri për vajza që janë mise, nuk ose në aspektin feminist, ndoshta jam më tepër shumë se çdo feministe, nuk e shikoj në anën negative, por më vjen keq nëse është keq të thej që e kam braktisur titullin. Nuk është ambicie që ke ndaj vetes, ndaj titullit që ti e lën me e stopon me aq dhe nuk e përparon me tutje më. Që 2 herë të më thanë s'kam emër. I përmenda emrat. Jo, unë i kam përmend. Unë jam qendroj të emrat e tu. Jam të Hyggerta dhe të Po Djellza. nuk jam unë në intervistë, po ti. E vërtet. Po okej, Balbonën, e veçoj, për Vran Selimllarin. Okej. Si e përmende Valbonën si model i mirë apo si model i keq? Se unë veta edhe për model i mirë. Absolutisht model shumë i mirë. E model i keq? Modelin e keq të thash, realisht jam shumë i sinqert, nuk shikoj një model negativ të miset, gjithçka që arti prodhon, nuk po ka jo të diçka gjitha, si Dorela Kola, për shembull, ku është? Nuk e kam, më besoj që nuk e kam shumë të dëgjuar. Realisht kërkoj ndjes edhe për përsëritje herë së dyti, sepse unë nuk jam shumë e emrave vijues. Domethënë, janë disa ikona që në memorien time kanë ngelur, janë disa shembull pozitiv që unë i mbart pranë vetes, ama kaq. Nuk është se unë nuk them fjalë negative për miset. Tregom, po tash na nuk kena ti misje, na nuk kena më fol tash këtu për ex-mis, po s'ka gjë, titulli një herë merret e nuk heket kur më. Patjetër. Po, do të veçoj, po, më vjen keq, për nëse e kapim në aspektin tani më të kësaj dukurie, që në disa konkurse të fundit, siç është Miss Universi ose në disa prodhime të fundit të miseve, që shikoj vajza që le të themi nuk i ka hije ose nuk i përshtatet sjellja që ato krijojnë dhe bëjnë. A je të fol për këtë vajzën që ka hyrë Big Brother, si e ka emrin kjo? Big Brother Shqipëria? Që përfaqësoj Brikena, si e po them? Brikena, që përfaqësoj mos gaboj Kosovën në Miss Interkontinental. Po. A ke për te? Vajzë shumë e bukur, përpos imazhit, por nuk jam shumë te dukuria që la në TikTok. Nuk e përkrah në sensin pozitiv. Çfarë unë se pas kem përcjell. Unë përse kam një deklaratë që ka thënë unë flas kosovarishte. Po, ndarja që bëri, domethënë, mendoj që nuk ishte një komunikim i duhur për një mis, sepse ne jemi një shqiptari, kështu që gjuha jonë është e përbashkët dhe mendoj që kjo është një lapsus nga ana e saj nëse nuk është goditje për të bërë famën në TikTok ose në rrjetet sociale. Kështu që unë jam pak në dilemë për këtë pjesë, të thuash atë komunikim drejt për së drejti një konkurs madhështor, do të lejë shumë gjurmë. Por fama e saj duhet përkrahu, duhet thënë, unë e përkrah. A jetë e përcjell Big Brother? Unë jam kthyer nga Milano këto ditë dhe nuk është se e kam përcjellë shumë Bigun e Shqipërisë, më shumë pak poste dhe gjëra, por që pjesa që bëri është shumë goditëse dhe kjo i jep fytyrë pozitive. Se rrjetet sociale këtë duan tani më, të godasësh. Por që mënyra të thënit unë nuk e mbështes. Cila ka qenë porosia jote si mis kur je zgjedh? Cila është ata miset e kanë një fjali që e lajnë për porosi njerëzimit. Bukuria duhet me dhanë porosi. Cila ka qenë porosia jote? Në Gjermani, në përvestimin tim, kanë kaluar tash tani më shumë vite, po simboli i miseve është paqe kudo në gjithë botën, paqe dhe mirësi. Këtë pas ke thonë edhe ti. Të kemi tonë. Me thuaj, masi që je zgjedh mis, jeta jote ka vazhdu duke qenë tashmë një influencere dhe blogere në Instagram. Ku jeton tash? Jeta ime është ndarë midis Milanos dhe Tiranës, le themi më shumë në Milano se sa në Tiranë, por që tani më është bërë pjesë e ime kjo gjë, do të thënë Europa është bërë pjesë e ime. Dhe e kam adoptuar dhe asimiluar veten me këtë mënyrë jetese, dhe jam shumë e lumtur. Shumë mirë. Me qenë e lumtën, çka do të thotë? Le të themi përmbushur dhe e plotësuar në aspektin e karrierës, dhe karriera të jep një farë kënaqësie kur të jep përmbush. Të jep një farë satisfakcioni personale dhe kjo gjë është shumë pozitive.
Cila është karriera jote në Itali? Me çka merresh? Unë u bëra tani më vite, sikurse si përmenda, janë disa blogime dhe reklama që vjojnë në Milano. Tani më jam mësuar me jetesën dhe me kontaktet që janë në pjesën e modelingut atje. Janë fryte pozitive, por sigurisht edhe jetesa në Tiranë nuk shmanget dot. Le të themi ka akoma propozime që vijnë nga bota e artit në fushën e aktrimit. Le të shikojmë në janar, kam një propozim shumë të bukur në aspektin për të aktruar dhe uroj ta mirëpres dhe ta të më përshtatet. Në Itali apo në Shqipëri? Në Shqipëri. Projekti është në Shqipëri, në kinematografinë shqiptare. A ka një reklam ose një projekt madh të cilin e ke bë e publiku mundet me po? Patjetër. E kemi dhe me kolegun Emanuel, të kemi reklamuar, e kemi le themi promovuar në Kosovë, Stop dhuna ndaj gruas, ka qenë një projekt shumë i mirë me regjisoren e njohur Naya Elmazi, që unë e kam moderuar me shumë pasion dhe kanë qenë pjesëmarrja shumë pozitive dhe shumë madhore të gjithë aktorëve të njohur të Shqipërisë në botën e artit. Para sa viteve ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në mos gaboj 2012-2013, ka qenë pjesëmarrë saktë Mariana Konti, aktoreja më e njohur, dhe shumë emra të tjerë të njohur. Që pse është e rëndësishme me qenë mise, se para 2012-ën o marrë me dhundër kundër grave e na ala sot e kena tem. Dhe me thanë, sa më ndonë që kena arrit në si shoqëni me zbutë dhunën ndaj grave? Unë mendoj që ende vijon si fenomen. Nuk mund të themi rrjedhësisht u zhduk. Më vjen shumë keq për ta thënë këtë, duke krahasuar gjithmonë, ndoshta jetesa ime në Europë ka bërë diferencën paksa. Atje kjo gjë është dukuri absolutisht asimiluese, nuk mund të them që është një gjë si me Ballkanës në pjesën e Europës, por që gjithnjë shikoj që po venitet dhe kjo t'jep një kënaqësi personale kur ti e shikon që po zbehet si dukuri. E çka ka ndikuar, çka ta merr mendja, çka ka emancipimi, besoj shoqëror. I shoqërisë. Por kjo gjë vrihet në vende metropolike kapitale, jo në vendet periferike të Shqipërisë, të Kosovës. Besoj akoma e kemi. Thjesht urojmë që të zhduket gjithnjë më shumë. Dhuna gjithmonë është rrjedh vicioz i mbyllur që sjell gjithmonë dhunën. Kështu nuk e përkrajmë. Ku ka më mirë se toleranca? Toleranca është ajk. Një mis tolerant e cila nuk e përkrah dhunën. Absolutisht. Çka po mendon, pse njerëzit e përdorin dhunën? Dhuna ka dy forma. Kemi flasim për dhunën psikologjike dhe absolutisht për dhunën fizike. Unë jam totalisht kundër të dyjave. Uroj dhe tash duke jetuar në Europë e kam edhe të pjesë që kanë ngelur në Shqipëri, ose në Kosovë kam të zaruar, nuk dua ta ketë, vendet tona nuk dua ta kenë. Por që realisht uroj shumë që të jemi edhe ne në hapat e tyre, vitet e ardhshme dhe realisht ndjehemi gjithmonë pranë një lumturie dhe paqeje të impaktit pozitiv. A ke pas kontakt me dhunën ndonjëherë? Unë absolutisht jo. Jo, nuk i pas rast kur me qenë dhunuar, as psikologjikisht, as... Ndoshta psikologjikisht sigurisht që janë procese të jetës, nuk mund ta mohojmë, jo gjithçka është vaj në këtë botë, por që dhunë fizike, absolutisht jo. Vjen një familje shumë e rritur me shumë dashuri dhe më besoj që më kanë ushqyer kundra këtij fenomeni. Po, ata me siguri ashtu mundet me qenë, ose është, por nuk e besoj që një vajzë e bukur nuk e ka përjetuar dhunën psikologjike, sidomos nga mashkuj shqiptar. E pranova, dhunë psikologjike në sensin figurativ, deri diku mund ta pranoj. Dashnia, xhelozia e këto punë tjera. Pjesë asaj, le të themi, pjesë janë një format e shfaqjes së asaj dukurie, po dhuna fizike tek unë absolutisht jo, dhuna psikologjike, mund ta pranojmë deri diku. Do të thonë që s'ke hangur kurrë asnjë shëplak. Jo, absolutisht, të lutem, Antigona. Ndjes. Realisht unë jam shumë përkdelur nga kjo gjë. Se zakonisht për muhabeteve me gra, mundet më arrit dita e para herë, po mas ne më shkput, mundet me ndodhë që njëherë ka tentu dikush me dhunu, por nuk ka me dhunu fizikisht, me ta mshu ose me tentu. Asë një ide nuk të doja ta përjetoja. Asë nuk e ka improvua, po. Më besoj që asë një ide nuk të doja ta përjetoja. Jo, nuk do në mi përjetu kërkosh, por përta atë ka rastis. Jo, realisht, jo. Unë e pranoj po e përsëris. Në një dhunë psikologjike edhe mund, gabimisht edhe mund t'jetë shfaqur, do shfaqet gjithnjë. Absolutisht po. Por dhuna fizike unë nuk e toleroj. E ti a ke dhunu në i moshkull psikologjike? Besoj se po. Absolutisht, besoj se po. Kështu që jemi bare si kjo gjë. Ato neve, ne ato. A je xheloze në raporte?
Jam deri diku një farë pike, jo xheloze ekstreme, po xhelozi deri e pranueshme mirë. Nëse nuk ka ndjenjë xhelozi, mendoj që Nuk ka as dashni. nuk ka dashuri. Sa është ajo masa? Për shembull. Masa, Ana një shembull, cila është masa? për natyrën time do ishte 70% dashuri, 30% xhelozi. Unë. Jo, për rastin për shembull konkretisht, a do të kishe qenë xheloze sikur t'ja gjeje një mesazh në telefon. Është një farë xhelozisë. Absolutisht Është, ajo tregon apo jo? besnekërinë, absolutisht po. Ajo tregon, unë nuk do ndjehesha mirë në raportin tim të shikoja mesazhet të partnerit me dikë tjetër. Jam shumë dua të më thonë jam natyrë që të ma thot. Në momentin që ma thot, ma vë në dukje, tërhiqem unë, e jap unë dorëheq nga raporti dhe mund vazhdoj lirë jetën e tij me kudo. A është e barabartë sikur i dashuri të kontaktoj me një vajzë të cilën nuk e njeh ose i ka bë like në Instagram ose tenton me komuniku me ta në Instagram sikur me një ish të dashurin e vet, cila është më e dhimbshme për ty? Mendoj që me një ish do ishte edhe më e dhimbshme se janë kujtimet, janë e kaluara që mund të kenë së bashku. Një rikthim mund të jetë gjithmonë ndjesia e risjell, kurse me like-et në Instagram, me supportet vjuesit me një person që nuk e njeh akoma, është në fazën e njohjes, nuk mund ta quash ende le të themi tradhti. Kurse me një person që e ka zoruar marrëdhënien është dhe më e frikshme, mendoj. Po. Është rreziku më i madh. Jo, po të ves, po më intereson me ditë se si Unë këtë mendim si e shef një vajzë e bukur këtë situatë. Ka rëndësi kush është aja përballë, a është e bukur ose është? Ka rëndësi, sigurisht që po. Ka rëndësi, dhe bukuria është relative. Në syrin tim mund të jetë diçka e bukur që nuk është në syrin e tij. Kështu që ose ana sjelltas. Mendoj që kjo pastaj është varet nga shihet personale të gjithë secilit. A të kanë tradhtuar ndonjëherë? Besoj se po. Besoj se po. A i ke analizu ato personazhe me të cilat ke qenë tradhtuar? Si t'janë duk ata gra? Nuk jam natyrë që mund të hyj shumë thellë, mua më intereson benefiti në fund që ka ndodhur tradhtia, le të themi. Në moment që ndodh tradhtia, pastaj vjen zhgënjimi, vjen pasojat që vjen vijuse, ftohen ndjesia e ftojes së situatës së gjërave, raporti nuk është më si është më përpara, humbja e besimit, kështu që lidhen shumë gjëra dhe duhet shumë mund dhe kohë të rifitohet raporti për të rikthyer, për të gjitha që si përcitova të jenë aty ku ishim. A mundet më kthy raporti? Kam marrëdhënie që besoj se edhe mund të rikthehen. Asgjë nuk është taksative absolute, si ka gjithmonë një rrugë të mesme. Por që unë nuk jam, për aspektin tim personal do doja shumë që mos shkonin kurrë gjëra deri atij limiti, që të sprovohet ndjenja deri në atë lloj pike. Është më mirë kur gjërat i bën transparente, thashë, e thua që nuk të dua më, ose je e lirë dhe gjë mbaron, jemi në 2026 po thuajse dhe shumë pak, dhe çdo njeri është i lirë të jetojë jetën si të dojë. Nuk ka pse mban askënd askush me imponim dhe me zor. Por gjërat jetë transparent, unë jam shumë e transparent, e kam për kraj gjithmonë, nga që dhe vetë natyrë e tillë. A ke tradhtuar ti ndonjëherë, a ke kthyer, e revanshu? Jo, nuk më pëlqen ta kthej hakmarrëse. Më thënë mund të tërhiqem, në moment që mua më bën mirë të tërhiqem nga raporti, unë tërhiqem. Nuk jam natyrë që tradhtinë e kthej me tradhti, absolutisht kurr. Nuk do e doja. Po s'do doja të më tradhtonin, absolutisht. Çka mendon, cila është pozitë më e vështirë? Ai që tradhton apo ai që është i tradhtuar? Ai që është i tradhtuar. Pse? Ai e ndjen dhimbjen. Besoj se po. Gjithsesi po flas për dukurira që nuk i kam shumë të përjetuar në lëkurë, gjithmonë po vihem në patken e lëkurës, por nuk i kam përjetuar deri në këtë pike. Mendoj që ai që person është ai që ndjehet i tradhtuar. Do të kohë të rimarr veten, në zhgënjimi të bëhet sajën, kështu që ndjesia e ndjenjes pse humb një person është pikëlluese, janë shumë gjëra bashkë. Sigurisht. Po, vetëm nëse e mendon pak më larg, atëherë ai që ka tradhtuar, Po. ai ka bërë një zgjedhje. Po. Kurse ai që është i tradhtuar, ai është pajtu me një fakt. Me një zgjedhje që partneri ose partnerja ka bërë. Po, vetëm ai që ka qenë i tradhtuar, ai ka humb një tradhtar. Po. Kurse ai që ka tradhtu, e ka humb një njeri të mirë. Absolutisht po. Kështu që mendoj që dhimbja në këtë rast të dyja palët mund të është ndrojë. më tepër te ata që tradhtojnë mas një kohe. Patjetër, po ato kanë dhe në vend që besoj ndodh tradhtia, janë dhe përshpëzuar ta kenë bërë zgjedhjen dhe normalisht e kanë bërë një farë selektimi këtë do duan të kenë të ardhmen krah. Edhe ai person që kanë tradhtuar tani më është një shans jo i parë, por është i dytë në jetën e tyre, kështu që nuk rikthehet më.
Ke shoqëni burra? Sigurisht që po, kam misi të mira, kam shoqëri shumë të mirë dhe miq shumë të mirë pranë vetes. Burra? Patjetër. A mendon që burrat munden me të tradhtu edhe kur e dojnë femnën e vet? Ne nuk mund të vishemi në lëkurën e një mashkulli, por besoj që respekti dhe vlerësimi që kanë për partnerin në krah bën që mos të tradhtosh dhe ta respektosh gjithnjë më shumë. Pas ke ndëgju kur ti që dikush që e ka partnerin shumë të mirë afër vetes, edhe e don shumë e ka tradhtu atë partner? Atë ka rastisë? Sigurisht që kam dëgjuar, nuk më vjen mirë kur e shikoj që është ke në krah një partnere, një femër të përmbushur me gjëra shumë, me aspekte shumë pozitive pranë vetes dhe nuk ka nevojë të tradhtohet. Pse duhet të ndodhë? Pse e bojnë burrat këtë punë? Egoja deri diku. Egoja, okay. Mendoj egoja. Por që uroj të venitet si dukuri. Inshallah, po. Zore kemi mi. Zore kemi. Nuk e di si është në Kosovë, po që uroj të venitet. Si është statusi yt për momentin? Statusi për momentin më besoj realisht është single, në njohje sipër le të themi. Single 100% jo, po në njohje sipër. Me qenë sinqert pranë teje, si femra femrës, të them në njohje sipër. Si po shkon? Duke po i marr gjëra qetësisht, duke lënë kohës vendos për këtë njohje dhe mendoj t'i lë një shans kësaj kohe dhe vetes. Shumë mirë. Po sa ke pas lidhjen më të gjatë që ke pas? Sa kohë tjetës të ka marrë ajo lidhje? Po. Realisht, në Shqipëri në shumë intervista që kam kryer, të them me shumë sinqeritet, mundohem ti jem jo kaq drejt për drejt. Dhe është hera e parë që po jam kaq sinqert me aq më tepër të personale. Janë disa gjëra që unë gjithmonë i kam. Po nëse nuk don mos e përgjigj, po. Patjetër, jo, absolutisht s'ka asgjë negative për mos u përgjigjur, por që i kam munduar disa detaje ti mos i shpalos, por le të themi 2-3 vjeçare ka qenë raporti më i gjatë, 3 vjeçar. 3 vjeçar. A mendon që mundet njeriu me njoft për 3 vjet? Jo. Absolutisht jo. Por rrethanat e jetës bën që realisht ai raport të zgjasë 3 vjet. Kështu që do doja në atë kohë, do doja shumë që të ishte edhe më i gjatë, por që ndodhi që aq ishte. Ndonjëherë fati edhe është i shkruar, nuk duhet ta. Ja, fati është gjithmonë i shkruar. Interesante është me fol me një vajzë e cila ka shëtit botën edhe jeton në aeroplan, kohën është në lëvizje, takon njerëz të ndryshëm, kultura të ndryshme, ti i don edhe udhëtimet. Më kallëzo pse udhton aq shumë? Udhëtimet janë bërë pjesë e imja, u bën disa vite të mira. Janë bërë pjesë jetës përditshme edhe vjetore timen. Kështu që unë realisht e pranoj, pa udhëtimet nuk do doja kur të shikoja më veten. Përpos kohës personale, kam thënë dhe në mediat shqiptare, përpos kohës personale që unë kam kohë t'i kushtoj këtyre udhëtimeve, më jep një kënaqësi vetjake edhe mundësisë realisht që kam për momentin. Por pjesa më e madhe është që të shikosh, të pasurosh veten intelektualisht, botërisht, duke parë vende të reja. Jam natyrë që shikoj diçka më bën mirë, më ndikon pozitivisht mirë, e bëj, e kryej. Në momentin që shikoj që nuk më sjell kënaqësi personale, unë frenohem dhe stepem. Sikur se mund të jetë në botën e artit. Një ftesë në aktrim më bën të ndihem shumë pozitive, e kryej, e pranoj, e shikoj rolin, i shfrytoj gjërat, situatat. Edhe kështu ndodh me udhëtimet. Kështu që udhëtimet tani. Sa shpesh udhton? Minimumi është 1 herë në muaj në pjesën e Europës, të Milanos dhe të pjesës e Europës, kurse udhëtimet e largëta janë 2 herë në vit. 1 deri 2 herë në vit. Në mirë. Kur them udhëtimet e largëta janë udhëtimet Hong Kong, Azi, Singapur, Bali, Maldive, vende shumë të largëta. Tokyo. Tregom sa shtete deri tash i ke vizituar? Më besoj që nuk dua t'i numëroj. Nuk dua t'i numëroj, po që janë bërë disa, Instagrami me vërteton këtë gjë më së miri, dhe janë disa vende shumë të bukura të largëta, sikurse e përmenda, dhe shumë të largëta, që unë i kam bërë dhe i kam bërë me shumë dashuri dhe me shumë pasion. Si ka qenë Afrika, Bali, Nairobi, shumë vende të tjera që të lartë përmendura. Në Evropë, a ka një vend që s'ke qenë? Po, ka. Gjithmonë ka, do ketë. Sado që njeriu udhton, shikon, prapë gjithmonë do ketë. Më ka ngelur shumë për të vajtur në Luksemburg dhe në Danimark. Kështu që udhtimi i dimrit të radhës do jetë në Luksemburg dhe në Danimark. Si udhton vetë? Pjesën më të madhe udhtimet janë vetë, por ka disa raste që mund të marr dhe nënën, maman time pranë meje. Kështu që po pjesën e madhe është vetëm. Edhe si shkon një udhtim joti?
Për shembull, si e vendosi destinacionin e radhës, mbas shkafit? Unë e vendos destinacionin e radhës në bazë të vendeve që nuk kam parë, por ndikohem shumë, le të themi, se nuk jam vetëm unë e vetmja Miss ose ex Miss që udhëton, janë dhe vajza të tjera që e bëjnë këtë gjë absolutisht, secila ka kresinë personale të vetën. Thjesht mundohem që mos jem replay dhe copy paste në përditshmërinë dhe në udhëtimet vijuese që ato bëjnë. Jam shumë selektive te vendet, mundohem të gjej vende pikante që nuk jam vizituar më parë ose që janë për herë të parë ofrohen nga unë, shikohen nga unë. Dhe kjo gjë në platformën time në Instagram ka ndikuar shumë, sepse unë bëj vende të cilat nuk jam pasuruar më herët. Dhe kjo është shumë gjë pozitive, besoj. Njerëzit janë mësuar tani më me këtë. Cili ka qenë udhëtimi i fundit i joti? Përpos Milanos, gjithmonë flasim për Milano. Aty ku jeton, është vendi ku jeton. Udhëtimi i largët ka qenë Aruba. Por flasim për pjesën gjithmonë udhëtim shumë i largët. Edhe pjesa pastaj europiane dihet. Po Arubën do ta veçoja. Ishte shumë të bukur. Çka ke pa atje interesant? Një paradis, le të themi, një parajs në vete, një vend brillant, një ishull shumë i bukur. Veror, un kam pas ditëlindjen, e kam festuar në Aruba dhe në Curaçao, kanë qenë një ishull shumë të bukur. Destinacione që janë vërtet shumë breslënse. Det fantastik, shërbim fantastik, një kulturë e veçantë dhe çdo gjë përreth shumë e bukur. Si shkon ai udhëtimi joti? Udhton me aeroplan? A ke guid atje ku shkon? Apo shkon vetë si freelander edhe? Unë jam natyrë që i paraprogramoj udhëtimet, para se nisim për të udhëtuar sigurisht mundohem të bukoj vendet që dua, e studioj mirë ishullin ose studioj mirë qytetin që dua metropolik të vizitoj. Nuk ka nevojë për guid, mjafton të marr informacionet e duhura në recepcion të hoteleve që ti shkon dhe pasqyrohesh dhe do jesh. Informacionet tani më janë, mjafton të googullosh dhe vetë kudo i gjen, kështu që nuk më pëlqen të humbas shumë kohë në një X pjesë një ishulli ose një vendi, mundohem të eksploroj ato vendet përreth që janë shumë që kanë një kënaqësi dhe të japin shumë satisfaksion personal, që janë të bukura. Për shembull, plazhet më të bukura të një ishulli ose vende metropolike të një qyteti kapital, varet si të ndikojnë. Po që i studioj, unë destinacionet që udhëtoj i studioj më së miri. Mirë, këtë të fundit dhe është Aruba, po? Aruba dhe Curaçao. Aruba dhe Curaçao, po. Ku gjendet? Ishujt të Holandës dhe janë shumë të bukur për të vizituar. Janë pjesë Karaibe. Më thënë, unë e kam bërë nga Amsterdami, Amsterdam Aruba linja ajrore, dhe rreth kam ngel shumë e kënaqur, mbreslënse shumë për ishullin që zgjodha dhe për ditëlindjen që kalova. Më ka lënë breza shumë pozitive. Me kënd e festove ditëlindjen? Kam qenë vetëm në Aruba, po kam pritur shumë urime. Në Aruba mua nuk mund të më ndjek askush aq larg. Kështu që për këtë gjë isha e bindur dhe do ta bëja të hap vetëm, isha para përgatitur. Por që vlerësoj urimet që më vinë unë i vlerësoj shumë. Çka ke majt mend për atij vendi? Çka ka specifik ai vend që dallueshëm prej të tjerëve pas bukurisë natyrale? Nëse, unë gjithmonë i krahasoj edhe në vendet e parshme që kam qenë, por që e përmenda, mikpritja, shërbimi fantastik. Çfarë gjuhë flitet? Atje flitet absolutisht gjuha edhe holandeze, por edhe anglisht e tërkohën, edhe pak spanjisht, sigurisht që po. Pak të treja gjuhët përdoren, por anglishtja është universale. Anglishtja përdoret në beach baret, përdoret në hotele, në komunikimet masive që ti ke me turistin, besoj se anglishtja është gjuha më kryesore. A ke njoftu njerëz të vendit atje, a ke mujt më mësu diçka për kulturën, diçka për mënyrën e jetesës tyne? Duke qenë se koha që kisha disponibël ishte një periudhë 50 ditore, më shumë po kushtova edhe një farë relaksi vetes, por sikurse e përmenda, mikpritjet që ofronin dhe shërbimin fantastik që këto ishuj kanë, lë për dëshiruar, për hotele lë për dëshiruar. Domethënë turistët trajtohen në mënyrë shumë të mirë, të duhur, por janë ca rregulla strikte që ndjekin për të gjithë turistët. Kanë shumë eksperiencë me lidhje me këtë fushë pushimeve dhe normalisht ne si turistë e gjejmë shumë veten. Nuk ke nevojë ti mësosh le të themi, nuk ke nevojë të kërkosh gjëra, sepse i ofrojnë të gjitha. Edhe ndjehesh tamam si në një parajs. Kush është kush e ka zhvilluar më shumë turizmin? A Evropa, Amerika, cili vend botë, cili kontinent e ka më zhvilluar turizmin? Unë mendoj që Evropa ngelet Evropë, absolutisht. Nuk do të them për Amerikën, akoma, ende nuk mund të flas se nuk e kam vizituar vitet e fundit dhe do doja shumë ta shikoj aktualisht si është situata, por që unë do të veçoj pjesën europiane. Pjesa europiane ngelet gjithmonë e bukur. Domethënë janë rregullat që ku nuk i ndryshojnë, janë gjithmonë adoptuese dhe ne si turistë dhe ato vetë si qytetar i respektojnë dhe jetojnë më së miri. Gjatë atyre vizitave tua, a frekuentoni edhe
muzeja dhe kala Patjetër. ose vende turistike tjera? Patjetër, do të veçoja Vjenën. Gjithmonë kësa herë u thoj në Vjenë, pëlqen shumë të shëtis botën vjeneze në këto dukuri, në muzikën që ofrojnë, në shumë në monumentet që kanë, edhe Parisin, sigurisht në Musée du Louvre, në Firenze le të jem pjesën katedrale, në Milano po ashtu. Europa e ka këtë gjë. Kur bën një udhëtim evropian, nuk mund të veçohesh vetëm pjesën moderne, në temën dyqaneve, metropolike, kapitale ose hoteleve të bukura. Duhet automatikisht shikosh pak edhe historinë që mbark pranë vetes një qytet. Kështu që kjo gjë është ofrohet më së miri dhe është gjë shumë pozitive për ta pasur në njohuri dhe për ta përjetuar fizikisht. Çmimet a kanë dallim shumë? Le të themi pjesën e ishujve, udhëtimet e larta kushtojnë. Unë e kam gjithmonë përmendur. Kurse pjesa europiane është diçka e përballueshme. Pjesa e Europës nuk lë për dëshiruar lidhje me çmimet. Për mendimet janë shumë përballueshme. Kur udhton në Evropë, a përdor hotele apo Airbnb? Hotele. Absolutisht hotele jam më komode me hotelet, absolutisht po. Dhe jam mësuar tani më. Për mua është më së miri të jem pranë hoteleve, pranë stafit, për çdo gjë që ke nevojë të bukosh, të informohesh, shërbimi është. Edhe, kjo qëndron më shumë. Sa prej kohës, për shembull kur shkon në Vjenë ose diku, sa prej kohës ka lënë në hotel, çka është tjetër çka të intereson? Patjetër, në pjesët e udhëtimit të Europës, unë parapëlqej të rrit 2-3 ditë ose 4 ditë maksimumi. Do të mundohem të përjetoj pak shkurtësisht, edhe pse dëshira mund të jetë rish një javë, 10 ditë, por pjesën e ishujve ja lë këtij afati kohor më të gjatë. Kurse në Europë jam te udhëtime 2-3 ditore më shumë, edhe mundohem të ndaj një ditë t'ja vë historisë, 2-3 ditë tjera t'ja vë pjesës metropolike të qyteteve, pjesës kapitale. A bën shopping në për këto vende ku shkon? Patjetër, sigurisht, po shopi është pjesë e imja. Nuk mund të ri dot pa një shopping. Domethënë qendra tregtare mos pari. Patjetër edhe rrugët të dyqaneve që ofrojnë pjesët e brendeve. A ke kriju shoqëri nëpër botë duke udhëtuar nëpër botë? Po, sigurisht që po. Sepse jeta sociale atje është shumë e larmishme, është e bukur, nuk ka komplekse, automatikisht i vetë do krijosh mjësira të bukura të njohura dhe është gjë pozitive shumë. Dhe më jep kënaqësi gjithmonë kur sa herë vizitoj një qytet ose një vend, një kontakt i ri rikrijohet. Një kontakt i ri. A i takon ata njerëz më thënë? Varet se sa unë e përsëris vendin, destinacionin. Në momentin që unë e përsëris destinacionin vendin dhe kam një mirësi të mirë, sigurisht që mund të takoj me kënaqësi personale shumë të madhe. Por në momentin që unë shkoj në një X destinacion vetëm një herë, kontaktin ngjelet në rrjetet sociale, në Instagram, bëhemi friends, follow edhe ndjekim njëri tjetrin. Mirë, tregom nëse për shembull e ke kriju një shoqëni diku në një qytet të Evropës, edhe tash vjen koha kur edhe ti duhesh mi ftu atë mikesh në vendin tonë, a e fton Milano apo në Tiranë? Në të dyja, më beso. Në momentin që unë do jem në Milano një event, kënaqësi personale, sepse pjesa europiane është më afër. Nëse kam njoftë një miqësi në Paris, do e njoftoj dhe do e respektoj duke e ftuar në Milano sepse është shumë afër. Ama nëse është në Tiranë, ku i them për Tiranën, të gjithë kanë nostalgji, kanë dëshirë ta shikojnë, edhe me kënaqësi kam ftuar edhe në Tiranë, më beso. Shumë. Domethënë ata më tepër shfaqin interesim për Tiranë se sa për Milano. Sepse e njohin Milanon. Pjesën e kanë përjetuar përpara si qytet, e din çfarë ofron, e din sa i bukur, e din historinë, gjërat, jetesën, mënyrën, zhvillimin gjithçka. Kurse në Tiranë është pak më ndryshe. Tiranën e kanë më të fshehur në lidhje me njohuritë dhe kanë kureshtje. Në momentin ti si turist ke kureshtje, të jep kënaqësi personale për ta parë si qytet dhe për ta jetuar, çfarë ofron ai qytet. E cila është përshtypja që e marrin kur e vizitojnë Tiranën? Nuk mund të them që në gjithë ofertat që ose propozimet që unë kam bërë për të ardhur janë bërë faktike, por që kanë ndodhur që kanë ardhur, kanë vizituar dhe kanë pasur mbresa shumë pozitive në lidhje me mirëpritjen, ushqimin, mirëpritjen e ngrohtë që ne kemi, edhe metropolin që tani më Tirana ofron. Nëse harruam vetë, cilat janë preferencat tua për ushqimin? Me çka ushqesh më shumë ti në për këto udhëtime? Po, unë më shumë jam te gjërat e detit. Më thënë si natyrë. Se dorsake, normal. Patjetër. Normal, tu e marrë vetë detin me veti. Të gjërat e detit, po. Na bashkë biseduam për pasionet e tua, për mendimet e tua për jetën private, për atë se si ke arrit deri këto. Na kam jetë me fol pak edhe për punën se si e sheftit ardhmen, edhe ku e shef Rovenën, mas një 10 vjetëve. Realisht jam natyrë që ja lë të ardhmes të vendosë për mua, jetoj më shumë të tashmen,
ka qenë gjithmonë pjesë e imja kjo, po duke farë një farë plani paraprogatitor dhe për të ardhmen ndaj vetes. Mas 10 vitesh e shikoj veten sepse unë kam mbaruar juridik, jurisprudencë, kam diplomuar dhe në avokati së fundmi, kështu që e shikoj veten absolutisht një avokate e zonja, po jo për momentin. Më tutje po, pas 10 vjeçari absolutisht po. Jurisprudenca është pjesë e imja, e kam mbaruar të deg me shumë atë fakultet me shumë pasion dhe do t'i rikthehem absolutisht domosdoshmërisht. A ka një drejtësi? Jo, absolutisht, jo, gjithçka, nuk është gjithçka e drejtë. Do duam shumë të ishim, po nuk ka një verdikt përfundimtar shumë të drejtë. Ka gjithmonë dy anë. Unë kam menduar se në jetë ka fush bardhëzi, po ka dhe hije gri. Kështu që nuk besoj që ka një drejtësi absolute. Atë ka përkthel jeta, Rovena? Besoj se po. E përkthjelur e fatit, më quajnë deri ku në Tiranë. Realisht po. Përkthjeleria fillon fillimisht që nga familja, që jam vërtet nga një familje që më kanë rritur në një mënyrë shumë pozitive dhe unë i falenderoj, jam shumë injose, gjithmonë do jem injose për këtë, por edhe me historinë e viteve dhe të kalimit të kohës jam përkthjelur edhe nga fati. Jam i sinqert kur e them. Je përkthel nga fati, mos pari të ka falë Zoti i bukur, nuk e falenderova. E bëra këtë, ma korrigjove ti dhe eksperjenca jote është për të vlerësuar gjithmonë. Do jetë gjithçka në parapirse që mua do më korrigjoj. Cila është dhimbja jote më e madhe, Rovena? Realisht dhimbja ime e madhe, fatkeqësisht unë them, humbja e babait tim, unë nuk e kam timat, kështu që ajo është dhimbja ime më e madhe. Në fëmijëri, por realisht është një dhimbje, le të themi, ose mungesa. Dhimbje ta quaj sepse fakti i pasur një familje shëndetshme pranë vetes ma ka bërë të zbesë dukuri, por që mungesa atërore, figurës atërore ka ndikon absolutisht. Kështu që do kisha një përshtypje komplet tjetër të ishte i madh pranë meje ose figura atërore, por që sa vite ke pas kur ka humbur babi jetë? 10 vjeçare. Por kam prania e xhallarëve dhe mamas më kanë ndikuar shumë pozitivisht dhe kur nuk e kam ndier mungesën e tij, por që të doja shumë thash të kisha një familje të kompletuar. Jam natyrë që e dua familjen e kompletuar. Unë si Roven. Më pëlqen një familje të jetë e plotësuar. Kur gjë ishte smake. Me thuaj, si e kujton atë ditë kur e kuptove që babait ka ndruar jetë? Absolutisht kam qenë shumë e vogël. Sigurisht që pak shumë në memorien time tani më janë shumë pak fragmentet asaj dite. Mos them që ndoshta nuk i mbaj mend më fare, por që mbështetja që kam pasur gjithnjë pas nga familja ma ka zhdukur si bashllëk. Absolutisht po. Më shumë e ndjej mamaja ime dhe unë se jemi shumë të lidhur njëra me tjetrën. Të jetosh një familje vetëm unë dhe mamaja, e kupton më së miri dy femra një familje e vetme. E kupton që të thotë mungoj prindi ose figura atërore ose krahu mashkullor. E kuptoj patjetër, po si është e mundur që nuk e ke asnjë fotografi nga ajo ditë e varrimit? Ne i ruajmë kujtimet tona, absolutisht po. Nuk do të ndajsh me neve? Në telefonin tim nuk i mbaj dot sepse shpesh edhe imzë shumë e madhe, por në familjen tonë, në shtëpinë tonë, sigurisht që mamaja me shumë fanatizëm i ruan gjithçka. Nuk thash foto, po fotografinë në kujtimin tënd. Fotografitë e keni fjalën të mbajtur në telefon? Jo, fotografinë kry, diçka që të kam met në kujtim prej ditës kur është parros babi. Kam qenë realisht shumë e vogël. 9-10 vjeçare, kështu që 9 deri në 10 vjeç ti kanë kaluar shumë gjëra, jeta ka vazhduar, kështu që shkollimi bëri të vetën, arsimimi më ndihmoi shumë të ecë dhe përpara. Kështu që besoj se unë nuk ruaj një kartolinë të bukur aq sa mbaj mend të mënyrës së rritjes që kam pasur nga familja sesa të ditës së zezë që përjetuam. Nuk don Rovena me fol për dhimbjen. Nuk dua, jam përkthjelur e fatit. Nuk don. Çka do të kishe thënë babit sikur të ishte sot këtu me ne? Do doja shumë të ishte krenar, realisht, për Rovena, për parimet që Rovena ka në jetë, edhe për arritjet që ka, aq sa kam bërë. Në besoj se nuk është pak, por asnjëherë s'mund të themi maksimale, gjithmonë do ketë më shumë. E mira them unë në gjuhën tonë popullore, s'ka fund, por që do doja shumë të ishte krenar për mua. Këtë do doja shumë e zemër të ishte. Çka ka pas qef ai që ti më bëu? Ka fol një herë, a do të kishte penguar ti që je mis? Besoj se jo, absolutisht jo. I madhe ka dashur të bukurën. Ka qenë gjithmonë shumë, ka dashur artin dhe të bukurën, por ka qenë njëkohësisht edhe shumë fanatizëm te kjo gjë. Mendoj që duke parë rritjen e një vajze të bukur, do e mbështesë gjithnjë më shumë këtë gjë. Por nuk mund të flas kurrë për gjëra që janë me nëse.
Por thash, Roy të ishte krenar, kaq asgjë tjetër. Po besoj që pjesë e familjes është krenare ndaj meje dhe normalisht që nuk ka arsye pse mos ndodh. Shumë bukur. Roven, me qenë se ti tash punon që shumë vjet me influencim ose influencere ose blogere, në një moment të caktuar me bëmës me ekzistuar rrjetet sociale. Po. Edhe cili do të kishte qenë ai çka dinti tjetër një jetë me bo. Unë kam përruar Cili është ai zanat që kishe më ujtë me vazhdu mi marë. Po. Unë e përmenda kam bërë jurisprudencën. Jurisprudenca ka qenë absolutisht arsimimi im kryesor dhe mendoj që nëse do kisha influencimin dhe blogimin, do ishte karriera ime totalisht do ishte në fushën e juridikut. Do ishte një punë në një institucion shtetëror që ka qenë dhe do ishte përkushtuar akoma më shumë një karrierë profesionale nga ana juridike shumë e madhe. Por që për momentin unë nuk tash mendoj të rikthehem. Me qenë se këtë qenë për gdhelun që po ta bëj pyetje ndryshe, se po më iken. Nëse do të kishte ishte nal interneti. Po. Edhe nuk funksionojnë më rrjetet sociale. Mirë po ti nuk mundesh të nesrit me njëherë me dalë edhe më punu në gjykatës. Po. Se është një proces i tonë vetë. me arrit deri aty, edhe ty të vynë pare për me jetu, edhe të vynë me mbjetu, po që bëhet luftë, nuk funksionojnë gjykatat as kur gjo. Cili është ai zanat të cilin ti kishe mujt me bo për me jetu? Do është aktrimi. Aktrimin e kam pasion të fshehtë. Jo, në luftë nuk funksionon as aktrimi. Flasim për profesionin e tërësi, dhe me thënë, nësë rrjetet sociale që s'duat kur ta imagjinoj, nuk do ishin, sigurisht do ishe gjithmonë të fusha ime, të jurisprudenca, por edhe aktrimi është një pasion që unë e kam shumë. Nuk ekziston një zanat i cili ti kishe mujt me e bo për të mbjetuar. Nuk do të veçoj deri për deri x zanat. Nga që në profesion jam juriste dhe avokate, dua shumë të bëj atë që unë dua. Po, le të themi në fushën i kam shumë pasion të redimin e shtëpisë, kështu që jam të interior design, jam një talent më vete. Për shembull. Kështu që ma kujtove këtë gjë, të falenderoj. Për shembull, ajo ose për shembull, janë disa zanate që gratë kanë me të lindun. Po, interior design është një talent më vete, unë e dëshiroj shumë. Këtë gjë e kam servir edhe gjëja ime personale banesa ime, kështu që kam Po nëse bëhet luftë, as interior design nuk të kryen punë. Po, ama unë e ushqej pasionin, e dua si profesion. Më jep e shikoj A përgatit ushqim? Deri diku. Mamaja më shumë, po deri diku. Deri diku. Gjërat e detit po. Ushqimet e detit po. Patjetër shumë, me kënaqësi shumë madje. A din me lajen? Po, i adhuroj. En me la. E kurosin e robëve një, larjen e njëve dy janë pasionet e mia. Që i pas ke dy zanate. To i kam. A din me këqyr beba? Jam fobike Më shumë. kujdes për bebave. Jo, atëherë prana jam shumë fobike. Pse? Nuk kam eksperiencë dhe jam shumë natyrë, le të themi që e prekse dhe më jep pak kështu si fobicitet, nuk jam shumë. Nëse asnjë hap që s'e kam marrë. Ke fobi ndaj bebeve? Jo fobi ndaj bebeve, mënyrës rritjes, delikatesës që duhen për të trajtuar, që kanë. Të rriteshin bebe, besoj është e vështirë. Por nuk e di sepse nuk kam ende, kështu që po jam pak natyrë fobike. A ke tjetër fobi? Lartësinë udhimet me parashuta, lartësinë, më thënë janë ca eksperienca që bëhen që kur nuk do t'i eksploroja. Mbaj mend në Bali, në udhim në Bali që kemi bërë, ishte vend shumë i bukur me natyrë parallore në Ubud dhe ishte detyruar të bëje se s'bën me parashut ose në një lartësi shumë madhore për ta eksploruar si vend. Kam rrezikuar shumë sepse shikoja gjithë turistët e tjerë që e bënin përpara meje. Dhe thoja me veten një moment, bëje se s'do të gjej gjë se po e bëjnë të tjerët. Se hapin e para kurse ndërmore dhe kurse ndërmarr. Kështu që lartësia është fobi. Do të thënë, nuk më duket shumë për të rrezikuar. Nuk do doja kurrë deri në atë pikë. Por ke njerëz janë kurajos pafund. Po patjetër. Kanë me vullnet dhe patjetër që ka diçka. Rovena, unë të falenderoj që ke qenë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit gjithmonë për ftesën. Jam gjithmonë krenare sa herë vjen në Prishtinë dhe premtoj që nuk do mungoj kurrë më kaq gjatë. Falenderoj juve për zemërsisht, jeni shumë të mirë. Faleminderit edhe ty. Miq, për bukurinë time, kujdeset miliona estetike të gjende tashmë në fund të rrugës B. Ju e dini që aty mundeni marrë të gjitha shërbimet estetike.
botox, filler, me hek tatuja, shumë shërbime estetike, mundëri mi pa të gjitha ta shërbime në Instagramin Miliona Estetik, përmes të cilit mundëri mi pas dhe një termin. Miliona Estetik është me standardeve evropiane edhe me të gjitha certifikatat të cilat janë të kohës së fundit. Kështu që mos hezitoni, shkoni, mos e leni veten më plak. Derisa ju të shkoni atje, unë të përshëndetim me juve, duheni me qenë të butë me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët. Natën e mirë.